Ballkani është një nga rajonet ku përdoret më së shumti duhani, krahasuar me mesatarë në Europë dhe në botë. Këto shifra janë publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Maqedonia e Veriut listohet në vendin e parë në Ballkan ku 45% e popullatës konsumojnë duhan. Ndërsa shteti ynë Kosova është renditur në vendin e 5 ku 33% e popullatës konsumojnë duhan rregullisht. Doktori i kardiologjisë Luan Pazhari thotë se dëmet nga duhanpirja janë të mëdha për të gjitha moshat. Duhani dëmton spari enët e gjakut të zemrës, enët koronare, të cilat janë baza e ushqimit të muskullit të zemrës. Dëmtimi shkon në të 3 shtresat e enëve të gjakut, të arterëve koronare, pa dallim dhe përpasoj fillon ndryshimet të cilat janë të natyrës irreversibile, jo kthyese, që do të thotë me kohë ndryshimet evaluojnë deri në përqese të natyrës më të rëndë, e që nënkupton ndryshimet me mbyllje të enëve të gjakut të zemrës. Kardiologu Pazhari thotë se nëse duhani lihet më kohë, atëherë është më mirë për shëndetin e njeriut. Konsiderohet që ulja e përdorimit të duhanit me kohë e ul edhe rrezikun. Në disa punime është gjetur që edhe pas 15 viteve, kur ndërprehet përdorimi i duhanit, shkalla e rrezikut e cila ka qenë para së fillimit të përdorimit të jetë gati e barabartë me atë sikur që ka qenë, do të thotë, në fillim të përdorimit të duhanit. Do të thotë, pacienti mundet vetvetiu ta shërojë vetveten me ndërprerjen e përdorimit të duhanit dhe për një kohë relativisht të gjatë të jetë një sikur një person i cili nuk ka përdorur asnjëherë gjatë vetë duhan. Në një raport të OBSH-s gjithashtu thuhet se 22,3% e popullsisë në botë konsumojnë duhan, ndërsa rreth 37 milion janë fëmijë nga mosha 13 deri në 15 vjeç, të cilët konsumojnë duhan. Çdo vit duhani vret rreth 8 milion njerëz në mbar botën.